Pushteti vendor dhe shërbimi urban në qytet kanë nisur që të investojnë në pjesën e infrastrukturës për gjatë këtij fundviti. 9 stacione të reja urbane janë ndërtuar në pjesë të ndryshme të qytetit, ndërkohë që me planin e ri të mobilitetit fillim vitin e ardhshëm pritet të shtohen edhe 3 stacione të reja. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës dhe rritjes së cilësisë së shërbimit për qytetarët, investimi ka nisur në zonat kryesore të qytetit. Ky investim synon të krijojë kushte më të mira për rritje më shumë siguri për përdoruesit e shërbimit urban. Stacionet e reja janë të pajisura me struktura mbrojtëse, duke i dhënë qytetit një pamje më moderne dhe funksionale. Vendosja e tyre është bërë në pika strategjike me fluks më të lartë qytetarësh për t'u përgjigjur nevojave të përditshme të nxënësve, punonjësve, të moshuarve dhe gjithë atyre që përdorin shërbimin urban. Megjithatë, kërkesë vazhdueshme tyre vijon të jetë shtimi i kapaciteteve me mjete në mënyrë që pritja të mos jetë e madhe. Përfaqësues të Bashkisë Shkodër dhe administratorët të shërbimit urban kanë bërë me dije se ky investim është pjesë e një plani më të gjerë për përmirësimin e transportit publik dhe infrastrukturës. Sipas tyre, stacionet e reja rrisin jo vetëm komoditetin e qytetarëve, por edhe sigurinë rrugore, duke orientuar më mirë ndalesat dhe duke shmangur pritje në kushte të papërshtatshme, e veçanërisht përgjatë periudhës së dimrit. Vitin e ardhshëm Bashkia e Shkodër synon të ketë të tjera investime në infrastrukturë dhe transport publik, ku do të vijohet në zona të tjera të qytetit me synimin për të rritur cilësinë e jetesës dhe për të inkurajuar përdorimin e transportit urban si një alternativë më e qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin.